Rama mundet me protesta apo me vot? Me revolucion apo me vot? Edi Rama mundet me vot. Në çdo rast protesta, edhe nëse do të ishin... Do të protestat janë të kota? Nuk janë të kota. Protestat, kur arrin që opozita t'i frymëzojë njerëzit dhe t'jenë protesta masive, janë të vlefshme. Protesta edhe në rast se nuk është, edhe nëse nuk është masive, apo jo them, por ka një kaos të drejtë, pa diskutim që është e vlefshme. Protesta kur thuhet që hajde nisë të arrozojmë Edi Ramën këtë javë, krijon një problematik. Siç e kam kërkuar unë protestën, kam kërkuar revolt për t'ia u thënë kryesi, kam kërkuar revolt për ta mbajtur në një çështje të caktuar. Ka ndodhur që 50 milion euro kanë kaluar me një dorë pa barazin tendra zëvendës kryeministre. Dhe është detyrimi i opozitës të reagojë me një mesazh të caktuar, me revolt. Unë nuk jam për të dalë aty dhe për të mbajtë fjalime drejtuese dhe për t'ikur, për të bërë një xhiro. Kjo është turizëm, nuk është protestë.